Njihuni me Erla dhe Ema Demirxhiun. Erla e ka nisur karaten që në moshën 7 vjeçare dhe që atëherë ban titullin kampione në rang kombëtar për 8 vite radhazi. Ndërsa për Emën t'ju tregoj më vonë. Jo, mendoj se është sport shumë ideal për vajzat që i ndihmon, domethënë, kanë betësime dhe të mbrohen, domethënë, të mbrojnë veten. Në 8 vite unë luaj titullin kampione më shumë në disiplinën e kumit, si dy luftim. Por jo vetëm në dy luftim. Erla ka fituar vende të para edhe në luftim imagjinar. Kam si synim, dua të arrij 10 vite kampione rresh. E motra e vogël filloi kështu, se unë shkoja e nuk kishin kujteni motrën. Edhe vite motra të mshite mua te karateja. Ajo rrinte luante ose kujteke bëte në lëvizje ashtu. E filloi të pëlqente. Isha shumë kurioze të dija se si është marrëdhënia e dy motrave karateiste. Me motrën? Shumë e mirë. Raste zihemi, raste që nuk zihemi. Edhe me grushta. Ajo se unë përmbahem. Si motrën e madhe, o. Po. Një i vogël. Ja, doja vetë. Më pëlqeu kur shifja motrën, që e bënte dhe më fiti dhe mua në qe. Ka marrë herën e parë që fitova, mora medaljen e vendit të tretë. Më pëlqen shumë bëj matore. Po, dhe mendoj vetë në filma duke bërë karate. Pasioni i Erlës dhe Emës për karaten është i trashëguar nga babai i tyre. Nga parë jam krenar sepse në moment që merren me karate, merren me diçka dobishme. Merren me diçka që vërtet i vlen për jetën e tyre. Sepse nëse ne do i lejmë shtëpi, siç shikojmë dhe tjerë, thjesht do merren me celular, do merren me gjëra të shkuara dëm. Ndërsa në moment që merren me karate, merren me shëndetin e tyre, merren me trupin e tyre, merren me mendjen e tyre. Dhe mendoj kjo është arritja më e madhe se sa medalet që kanë marrë, që sigurisht janë një suport shumë i madh apo një vlerësim shumë i madh. Siç Erla dhe Ema treguan, numri i vajzave që mësojnë karaten është rritur dhe i përfitova nga rasti të mësoja disa lëvizje prej tyre. Edhe unë kam motra, ndaj ku i diet, unë të më duhen. Motra ime shkruaj?